LDK-ja të kishte një rezultat shumë të dobët? Rënjën e LDK-s në vitin 2021 kanë shkaktuar dy faktorë kryesor. Pra një faktor ka qenë Isa Mustafa, i cili bënte koalicion në çdo pas zgjedhje me PDK-n, përkundër deklarimit të tij të vazhdueshëm se nuk do të bëj, dhe përkundër vullnetit të qartë të elektoratit LDK-s që të mos bëj koalicion me PDK-n. Pra faktori numër 1 ishte Isa Mustafa. Dhe faktori numër 2 ka qenë Vjosa Osmani, e cila me rastin e largimit nga LDK-ja e mori një pjesë mjaft madhe të elektoratit, edhe ai elektorat votoi për listën guxon fakt për vetëvendosjen. Pra janë këta dy faktorë dhe ka një hidhrim të disa në kryesinë e LDK-s lidhur me këtë veprim të Vjosa Osmanit dhe sigurisht që një pjesë e kryesisë nuk janë të interesuar dhe janë kundër kthimit të saj, por unë mendoj që ajo pjesë e kryesisë të LDK-s nuk është e madhe dhe nuk do të ketë ndikim serioz, kështu që pjesa më e madhe, veçanërisht elektorati i LDK-s, është shumë i interesuar që Vjosa Osmani të rikthehet në LDK dhe ndoshta është e vetmja shans e LDK-s që të ketë një ngritje. Përndryshe